Për nder të festës së Fitër Bajramit, Akademia Nasiha, Akademia Mësim Besimit dhe Akademia Hifzit Elita organizuan program shumë të bukur me nxënësit e këtyre dy akademive në kuadër të cilave ata mësojnë. Në vazhdim, mund të ndiqni programin e fëmijëve për Bajram dhe intervistat me drejtoreshën Valbona Bytyqi, mësuesen e Mësim Besimit Lume Sadiku, nxënëset e Hifzit Esila Grajçevci dhe Anika Isma, po ashtu nxënësen e Mësim Besimit Hena Ymeri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhe mirë se ardhët. Akademia Nasiha sot feston këtë ditë të veçantë, ditën e bekuar të Fitër Bajramit. Jemi mbledhur sot së bashku për të ndarë gëzimin e kësaj feste të bukur, e cila na kujton vlerat e dashurisë, faljes, respektit dhe solidaritetit mes njëri tjetrit. Me këtë rast, ju përcjellëm urimet më të përzemërta. Allahu a pranoftë agjërimin, lutjet dhe të gjitha veprat e mira. Për ta filluar programin tonë në mënyrën më të bukur, fillimisht do të dëgjojmë leximin e disa ajeteve nga Kur'ani. Për këtë, ftojmë nxënësin Rumejsa Sadiku që do të na nderojë me leximin e Kur'anit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Faleminderit Rumejsa për këtë lexim të bukur dhe të begat. Tani programi ynë vazhdon me një skenë të përgatitur nga nxënësit tanë, e cila titullohet Një ditë Bajrami në shtëpitë tona. Ne Laed e janë t'ju rregulloj se është ditë e veçantë, duhet të jemi të pasur dhe të kuruar. Nën, mezi po pras të shkoj në xhami. Edhe unë, sot namaz të Bajramit do të ketë shumë njerëz. Mashallah të vëzhlit e mi. A e një gati të shkojmë në xhami o djema? Po. Shkoni me hajër, Allahu ja pranoft namazin dhe lutjet. Amina, Kenza, e janë të bukurat e nanit, e ja të rregullohemi së bashku. Nën, se është shumë bukur, me pëlqen Bajrami, i kam veshur edhe rrobat e reja që mi ke blerë. Edhe mua më pëlqen shumë Bajrami, të jemi të gjithë bashkë dhe të hamë ambëlsira. Bajrami vajzat e mia është ditë falje dhe dashurie. Nëna, mund të ndihmoj të rregulloj sufrën? Po, hajde këtë. Na po i vendosë këtë ambëlsirat. Assalamu alaikum. Aleikum assalam. Bajram. Mirë se erdhën nga xhamia. Ishte shumë bukur, kishte shumë njerëz. Edhe hoxha mbajti një ligjërat shumë të mirë. Ramazani është muaj i betuar. Na mëson dashurinë, durimin dhe mirësinë. Unë gjatë Ramazanit i kam mësuar disa ajete të reja nga Kurani. Unë kam munduar të jem e sjellshëm me njerëzit
Kam përshishur njerëzit sepse bërësishja është sadaka. Edhe pse nuk mund ta agjeroj tërë Amazonin, jam munduar të bëj vepra të mira çdo ditë. Pirim, Allah e di përpjekjen tënde dhe sinqeritetin. Çdo vepër të mirë ka vlerë tek Allahu, sado e vogël që të duket. Fëmijë, e janë të hanë drekën e Bajramit. Bismillah wa barakatuh. Selamu alikum. Aleikum salam. Për ai Bajrami. Për hajë pash, mirë se ju gjetëm. Amina, ke në zasil një lëngë dhe mbështira për mysafirët. Si kaluat në Ramazan? Mirë, elhamdulillah, Allah na pranoft agjerimin. Amin të gjithve. A do të na jep një leje se do të shkojmë dikon tjetër për Bajram? Po, sigurisht. Selam alikum. Bajrami është ditë gëzimin. Është ditë kur zemrat mbushen me dashuri dhe njerëzit folin njëri tjetrin. Ramazani na mësoi durimin dhe mirëqinë. Le të përpiqemi që të bëjmë vepra të mira çdo ditë. Allah na mundsoft të jemi prej atyre që duan dhe ndihmojnë njëri tjetrin. Le ta ndajmë gëzimin me familje dhe të tjerët. Faleminderit shumë nxënësve tonë për këtë skenë të bukur dhe mesazhin që përcjellën. Tani programi vazhdon me leximin e mesazheve të Bajramit nga nxënësit, të cilët do të ndajnë me ne urimet dhe mendimet e tyre për këtë festë të bukur. Në këtë ditë të veçantë, le të mbushim zemrat tona me dashuri, respekt dhe dëshirë për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Në ditën e Bajramit, le të ndajmë dashuri, respekt dhe mirësi me të gjithë, sepse gëzimi bëhet edhe më i madh kur ndahet me të tjerët. Kjo festë e bukur na kujton të jemi mirënjohës për gjithçka që kemi dhe të përpiqemi çdo ditë të bëjmë vepra të mira. Kjo festë na kujton se veprat e mira, buzëqeshja dhe ndihma për të tjerët janë gjëra që e zbukurojnë jetën tonë çdo ditë. Bajrami na bashkon me familjen dhe miqt. Është një ditë kur ndojmë gëzim, buzëqeshje dhe mirësi me të gjithë. Bajrami është dhuratë pas një muaji përkushtime. Është dita kur zemrat mbushin me gëzim dhe falënderim ndaj Allahut për çdo mirësi që na kanë dhënë. Tani kemi ardhur edhe të një momenti veçantë për nxënësit tonë. Shpërndarja e dhuratave, si një kujtim i bukur i kësaj feste të bukur. Selam aleikum, unë jam Esila, jam nxënëse në Akademinë e Hifdhit e Elita. Unë kam e tregu si Ramazani ka kalu për mu. Ramazani ka kalu për mu shumë mirë edhe unë jam kënaqur shumë Ramazan. Edhe Ramazani, shpresoj që ky Ramazan të ketë ndiku shumë mirë tek ne, edhe të na mbush zemrat me plot mirësi dhe me dashuri, edhe të na afërsoj shumë me Allahun xheleshanuhu. Selam aleikum, unë jam Hena Imere. Unë jam këtu te kursi mësim besim Nasiha. Mësuesja ime është Lumnia Sadiko. Unë me gjithë qef vi në kurs sepse më mëson durimin dhe besimin në Allah. Mesazh që du përcjell tek kursi është që durimi është shtylla e parë për personalitetin tonë. Pse? Sepse ajo të mëson se si ne mund t'i kalojmë gjërat pa siklet apo stres. Selam aleikum, unë jam Anika dhe mësuesja ime është Sohila Franca. Unë do të flas për rrugtimin e hifzit. Do të thonë Kurani është fjala e Allahut dhe për memorizimin e tij më ndihmon mësuesja edhe shokët dhe shoqet që kemi në kurs. Ne çdo kurs që memorizon Kur'an dhe ka ndonjë sukses, ne festojmë këtu në kurs dhe mësuesja do të thonë gjithmonë na
na përkrah edhe na ndihmon kur kemi nevojë. Fillimisht selam aleikum dhe ju falenderojmë rrotojnë që kanë ardhur me realizu programin cilin ne kemi përgatitur për festën e Fitër Bajramit me 2 akademitë tona të cilat funksionojnë brenda objektit ton, Akademia e Hifzit të Elita dhe Akademia Nasiha. 2 programe të cilat janë të dedikuara për rinin dhe për të vegjëlit tanë. Në programin e Akademisë Nasiha kemi programin e fëmijëve për mësim besim dhe programin e të rriturve për mësim besim po ashtu, ku përfshihen studente, nana, moshave të ndryshme. Sa i përket Akademisë Hifzit, në Akademinë e Hifzit kemi 2 programe, programin e të rriturve dhe programin e fëmijëve. Në programin e fëmijëve kemi moshat prej moshës 8 vjeç deri në moshën 15 vjeç, ndërsa në programin e të rriturve kemi moshën prej 15 deri në 35 vjeç. Falë Zotit, Allah ka dhënë bereqet në këto 2 akademi, një numër i madh nxënësave ndjekin kurset të mësim besimit dhe të hifzit. Në Akademinë e Hifzit kemi diku 29 hafizë të cilat e kanë përfunduar hifzin në një periudhë prej 10 vjeç prej se është themelu kjo akademi, ndërka që në Akademinë e Nasiha janë mbi 100 nxënës të cilët të rregullt të ndjekin kurset të mësim besimit. Në këtë program kemi një program shumë të gjerë të njohurive fetare, nuk përcaktohemi vetëm në mësimin e leximit të Kuranit, por edhe në lëndë të tjera të cilat e përmbajnë dhe e plotësojnë karakterin e një muslimani. Selam aleikum, unë jam Lumia Sadiku, jam mësuese në Akademinë Nasiha. Akademia jonë ka lëndë të larmishme, kryesisht një orë mësimi ose një ditë mësimi përmban gjithmonë lëndën e Kuranit, që është edhe lënda bazë për një besimtar. Më pasi kemi lëndët si sire, akaid, histori e të tjera. Fëmijët janë shumë të kënaqur kur vinë në akademinë tonë. Unë kryesisht kam punë vetëm me nivelin e parë. Në nivelin e parë në një grup i kam rreth 10 nxënësa të cilët kanë arritur që me një nivel të parë me hyrë në leximin e Kuranit dhe unë jam shumë krenar për ta. Po ashtu grupi tjetër përmban diku rreth 25 nxënës. Për të gjithë prindërit ku nuk e dinë se ku t'i sillin fëmijët e tyre për të ndjek rrugën e Allahut, ata ne i ftojmë në Akademinë Nasiha. Dyert tona janë të hapura.